nderuar zoti kryeministër, unë desha t'u them mirë se erdhen mat, por du t'ju them shkurt dy fjalë. Shumë faleminderit për mbështetjen, shumë faleminderit që qeveria ju dhe qeveria juaj ka treguar për trevën e matit, për qarkun Tibër, ku në gjithë këto vite ka pas një vëmendje goxha të shtuar dhe në gjithë qarkun Tibër shumë vepra të mëdha, shumë vepra jetike dhe strategjike janë bërë, ku edhe unë gjatë kohës që kam qenë kryetari i Bashkisë Matit, e kam ndjerë mbështetjen, ku vetëm në Bashkinë e Matit dhe të Klosit është bërë një punë kolosale, sepse kanë qenë ndër bashkitë ku në vërtet pas ta merrim ne, e kishin ata që ne sot kemi përballë. E kishin ata që me punën e tyre të dobët, me përgjumin e tyre, na bën ne që t'i përvishemi punës dhe me mbështetjen tuaj të bëjmë kaq gjëra të mëdha, ku sot e themi me plot gojën, rreth i Matit është me 24 orë ujë, ku 90% e kësaj bashkie, fal investimeve tuaja, ne arritëm të kapim objektivin më të madh që shumë herë dhe ku e premtonin njerëzit nuk e besonin. Por unë jam mirënjohës në emër të gjithë popullit të Matit, të trevës Matit, ku ne në të vërtet kemi ndjerë një mbështetje shumë fort në arsim, në kulturë, në infrastrukturë, në të gjitha komponentët që Bashkia e Matit dhe treve Matit ka pas. Ndaj unë ju them faleminderit dhe jo vetëm populli Matit, por i gjithë qarku Tibër me 11 maj do të mbështesi pa dallim politik. Pa dallim bindjesh politike, por do të mbështesi për punën e madhe që është bërë në qarkun Tibër. Dhe kryefjala e këtij qarkut është rruga e Arbërit. Na bët që ne ta kemi Tiranën më afër se Durrësin Tiranën. Na bët që ta kemi Tiranën më afër se Elbasani Tiranën. Gjithë banorët e kësaj treve ju janë shumë mirënjohës dhe do t'ju mbështesin me plot bindje. Shumë faleminderit dhe shumë mirënjohje. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për këtë mikpritje. Edhe faleminderit edhe për vendin që keni zgjedh, sepse doja të ndaja me ju disa fakte, shifra, dhe kisha shumë merak se mos ishim atje të sheshi me diell, po jemi shumë mirë. Jemi shumë mirë dhe ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu. Nuk du t'ju lodh me shumë fjalë, duhet ju them që jemi vetëm 9 ditë larg një takimi me historinë në kuptimin e vërtet fjalës. Dhe unë vetë jam realisht shumë i lehtësuar për faktin që nuk po bëjmë një tjetër fushat këtu, duke premtuar që do mbaroj rruga e Arbërit, por po bëjmë një fushat duke ardhur nga rruga e Arbërit. Mirë po, unë them që duhet këtë qenë Dibran edhe ai që ka thonë Oreksi vjen duke ngrënë. Edhe e di që pavarësisht se kemi bërë shumë, ka akoma për të bërë, edhe ndërkohë ajo çka është vlera më e madhe ekonomike që do të sjellë rruga e Arbërit përtej lehtësimit të lidhjes së njerëzve me Tiranën, është
që do të hap një horizont të ri krejt për investimet në turizëm dhe unë jam i bindur që në dekadën e ardhshme Dibra do jetë pjesa më e lakmuar e metropolit të Shqipërisë. Dhe natyrisht që akseset në pikat më të bukura janë të domosdoshme. Ne jemi në proces dhe me ndihmën e Zotit shpresoj shumë që deri në fund këtij viti ta kryejm edhe rrugën e Lurës. Por e di që këtu ka edhe një konkurrencë të brendshme midis Matjanëve dhe Dibranëve. Se sa herë them në një gjë që i shkon më shumë Dibranëve, sikur s'ka duart rokitje shumë të nxehta. Por mos u bëni xhelos për rrugën e Lurës, sepse në mandatin e 4 mbetet për të bërë edhe rruga që lidh Burrelin me Ulzën. Pasi është një zonë shumë e bukur edhe tani që nga rruga e Arbërit vihet kaq lehtë, ajo rrugë nëse do të transformohet dhe kur transformohet, do ta bëj shumë më lehtë pastaj edhe mundësinë për të bërë investime të tjera në atë anë. Para se sa të vishim këtu ishim duke ta respektojmë këtë së. Më ndërpreu kur po thosha që ishim para se të vishim këtu duke pi got ujë se ka pas shpenzime Agroni dhe nuk na dha kafe edhe tha unë çka kisha për të bë, bëra më të mirën e mundshme dhe e bëra. Tani vetëm një gjë ka mbet pa u bë, që është rruga Skuraj Burrel. Edhe i them po sa kilometra është? Nuk është shumë, ta 36 kilometra.
I thashun, po kjo që e ka rruga e dytë e Arbrit. Edhe u hodh kryetari i bashkisë Dibrës, tha, po jo, tha, s'ke pse e bëni këto, ta të mbanja shuta që ta kujtoj njerëzit si ishte, edhe si u bo. Që kur të shkojnë nga rruga e Arbrit, të shohin si u bo. Kur të shkojnë atje, të kujtohen si ishte. E kuptoni dhe shivu? Po ne do ta bëjmë atë. Mirë, po përpiqem të bëj një përmbledhje, fillimisht me disa dhëna lidhur me ecurinë e përgjithshme të këtyre viteve, sepse pasi pash rastisht në të vërtetë se u bëra kurioz për të pa atë sondazhin e parë që kishte bërë ai sondazhisti i Trumpit, që është një nga më të famshmit për sondazhet, edhe për të pa atë u detyrova me dëgju dhe ca që ishin aty, që ishin komplet siç them unë, po s'po e përsëris atë fjalë tu se më thonë janë mërzit burrat në dibër. Unë nuk e di pse do mërziten burrat në dibër. Për çfarë arsye do mërziten, është shumë e thjeshtë. Kush mërzitet vjen me ne edhe tregon që nuk është ashtu. S'kam se mërziten. Edhe ama e marrova telefon ti më. Po si janë majt pemës edhe me folin telefon më unë thash qa ka që ka hypë në pemë, a i flet në telefon. E zot. Si kapte vala poshtë dhe hypin pemë. Hypin pemë. Edhe më lam pa fjalë ata që ishin aty, që kur ai nxirrte ato dhënat e anketimit që shumica mendon që Shqipëria po shkon drejtim në dur, këta hutoheshin edhe bëheshin keq. S'ka mundësi, thoshin, shte pa mundur. Pastaj kur nxorja tjetrën, shumica mbështet Partinë Socialiste, po si ka mundësi? Edhe fillon ta shpjegonin si ka mundësi dhe hyn në një garë që unë s'po besosha të është reale kjo, apo është në një si emision satirik. Njëri thoshte, po, shiko, në që ky sondazhisti është njëri serios. Dhe kjo duhet t'jetë e vërtet. Po nëse kjo është e vërtet, atëherë populli është i smur. Tjetri thoshte, jo, i smur është pak, është i çmendur. Populli. Tjetri thoshte, jo më nëse s'është as i smur as i çmendur, po është i shitur. Dhe i ka bler Rama popullin. Tjetri thoshte, kjo tregon që ka hyrë frika deri në palës dhe këta nga frika thonë që vendi po ecën mirë dhe do votojnë PS-n. Askush mazalla se i shkoj menja të thotë, ore, po mos vallë, populli ka drejt edhe ne nuk jemi në rregull që rrim për natë këtu në këto berberhanet televizive edhe qethim dynjan me llafe edhe ndërkohë s'kemi idenë se ç'a ndodh. E tha Agroni, nuk e thash unë, pak përpara kur foli që këtu në këtë zonë uji ka qenë një problem madhor, sot ka 24 orë ujë. Mirë, po ata atje në për ato ekranet përsërisin pa pushim të njëjtat fjalë. S'ka ujë, s'ka bukë, s'ka siguri, njerëzit vdesin për bukë, po vriten, korrupsioni, ba. Dhe në fakt, e vërteta është që është shumë e vështirë për të marrë vesh se ç'a ndodh në Shqipëri jashtë atyre gjërave që i ke vetë rreth rrotull, sepse nuk ti tregon kush. Ekranet nuk të tregojnë gjërat pozitive që ndodhin. Portalet harrohe. Kështu që mendova është mirë që t'i ndajmë disa të dhëna së bashku. Duke filluar nga një dhënë që është një dhënë shumë kryesore për një vend. Sa është prodhimi i përgjithshëm i vendit? Sa është gjithë vlera që i gjithë vendi krijon? E kemi pas më pak se 10 miliard euro kur ne morëm detyrën dhe sot
e kemi 25 miliard euro, 2 herë gjysmë më të lartë, dhe besojmë, bazuar jo në dëshira, po në projekcionet që kanë bërë ekspertët tanë Ministrisë Financave bashkë me ekspertët ndërkombëtar që punojnë me ne, në 2030 do ta kemi 35 miliard euro. Por ajo që është e rëndësishme është t'i vëmë edhe në kontekst, sepse ne jemi rritur kaq, po sa janë rritur tjerët. Dhe ja ku jemi këtu tek rajoni. Këtu kemi vendet e rajonit dhe siç e shikoni, Shqipëria, dhe kjo tabel nuk është tabele qeverisë shqiptare, është tabele organizatave ndërkombëtare që i merren me këto punë. Shqipëria ka rritjen më të lartë të prodhimit të përgjithshëm kombëtar, 109.6%. Kjo është mesatarja e rajonit. Se këta çfarë nuk sajojnë vetëm e vetëm që të mos i japin asnjë lloj krediti Partisë Socialiste dhe të mos i japin asnjë lloj krediti atyre që e mbështesin Partinë Socialiste, që janë shumica. Çfarë nuk sajojnë? Dhe një nga sajerët është më mirë se do rritej prodhimi, sepse do rrinte aq, do rregullohej, do vinte uji tash këtu se e solli koha. Koha solli ujin 24 orë këtu, koha e rriti prodhimin e përgjithshëm, koha e bëri dhe rrugën e Arbrit, të gjitha i bëri, se pash edhe bufin kur erdhi këtu në Dibër. Bufi që tha, ta gëzoni, tha, jam shumë krenar që ne e bëm. E pati ju kur tha, jam shumë krenar që e bëm neve. Dhe këta tha vetëm e vonun. Po nejse, është muhabet tjetër. Po t'ishte se koha do t'i sillte automatikisht gjërat, atëherë pyetja që lind është pse nuk solli koha diçka të mirë nga 92-97. Pse solli diçka aq të keqe? Po pse nuk solli koha diçka të mirë nga 2005 në 2013, kur vjen puna pikërisht tek ekonomia, tek borxhi, tek financat, dhe ja ku jemi më mbrapa, vazhdo, tek pjesa që ka të bëjë me të ardhurat për frym. Shikoni sa ishin të ardhurat për frym, 3.300 euro, e mbyllëm 2024 me 10.300 euro dhe deri në 2030 do të arrijmë në 15.000 euro të ardhurat për frym. Vazhdojmë. Shikoni kohën, prap. Pse koha nuk solli një situatë më të mirë financiare për Shqipërinë nga 2005 në 2013, kur faktikisht ne e gjetëm vendin me borxh zyrtarisht 70%, por faktikisht edhe me i borxh të fshehur 700 milion euro, që ishte borxhi që qeveria i kishte të gjitha kompanive që ishin kontraktu për të bërë investimet, ato rrugët që i lanë të gjithë rrugëve, sepse i bën tenderat, i thanë filloni, dhe nëse rruga po themi bën 10 milion euro, këta i hapën tenderat me 100.000 euro, edhe i thoshin kompanive vazhdoni ju se ja u kemi ne. Deri në momentin kur kompanitë ndaluan se s'kishin më lek. Dhe do shikoni mbrapa aty te kredite këqija se çfarë situate u kriju. Ashtu si kundër nuk furnizoheshin më spitalet me ilaçe, se nuk i jepnin lekët kompanive që duhet të furnizonin spitalet me ilaçe. Mbetën shkollat për shkumsa, nuk kishte shkumsa për shkolla sepse nuk merrnin lekët furnitorët. Dhe këtu jemi te kredite këqija. Shikojeni çfarë ndodhi në atë lloj situate kur në banka këta merrnin kredi në banka, i fusnin në për këto punët që kishin me qeverinë, me idenë që qeveria do t'ja u kthente, qeveria s'ja u kthente, këta s'kishin çfarë i jepshin bankave. Shikoni se ku vajti. Gati 25% kredit këqija, që është momenti i alarmit. Dhe realisht vota e shqiptarëve në 2013 e ka shpëtu këtë vend nga rënja në një tjetër humner si ajo në 97-ës. Jo më për arsye të Sudes e të Vebiut që kishin bekimin e atij që ishte në krye, po drejt për drejt për shkak të qeverisë që u soll si Sudja dhe si Vebiu me financat e shqiptarëve. Këtu vim tek
një tjetër e dhënë që është rreziku i rënies në varfëri. E kemi pasur gati 24%, e kemi sot nën 20%. Dhe nën 20% na fut në një tjetër kategori vendesh, ku ka dhe vendet e Bashkimit Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhura. E kemi pasur në 2017 në 7.5, kemi marrë një shifër për të qenë shumë korrekt, sepse në 2013 ishte akoma më keq, dhe sot e kemi nën 5% që përsëri na rendit më afër mesatares së Bashkimit Evropian se sa disa vende që janë Bashkimin Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës. Papunësia zyrtare ishte gati 18%, sot për herë të parë kemi një nivel papunësie me nën 10%, një shifrore që është 8.8. Dhe synimi ynë është që deri në 2030 nivelin e papunësisë ta çojmë tek mesatarja ose tek ajo niveli normal i BE-s që është tek 6%. Vazhdojmë. Kjo është një shifër që unë e kam shumë për zemër, sepse kjo i kthem përgjigje gjithë atyre që përqeshin për këto berberhanet e natës, kur thonë që ja, premtimet e Edi Ramës, 300.000 vende pune, ku janë? Kur ne morëm detyrën, numrit punësuarve në Republikën e Shqipërisë, dhe këtu unë i referohem jo statistikave, i referohem regjistrit ku shkruen të gjithë ata që janë punësum dhe ku janë të gjitha pagat. Ishte 1.023.000 të punësuar. Në fund 2024 ishte 1.327.000. Tani, unë mendoj që midis të dyjave janë pak më shumë se 300.000 plus, mendoj unë, por me aritmetikë, kështu si ka ardhur puna e aritmetikës që po shkon keq e më keq. Se ne tham se e pam kulmin kur thoshte luli im 77.42. Mi po ne s'kishim pa gjë akoma, se tani ka dal bufi thot 77.6 milion. Në gju, 77.6 milion. Edhe pastaj thot, aq bëjnë, po nuk janë të mijat. Po të kujt janë? Të patriotëve. Janë ca patriotë që nuk i njoh, po ju ka lënë zemër të luftojnë për Shqipërinë, edhe të hudhin 6 milion, por garant dun Partinë Demokratike. Megjithatë, kjo është një histori në vete që është një dardhë që ka i bisht shumë të gjatë që do të dalim mbrapa, jam i sigurt për këtë. Këtu jemi tek përqindja të punësuarve me pagën nën 40.000 lekë. Shikoni sa kanë qenë kur ne morëm detyrën shqiptarët që merrnin më pak se 40.000 lekë. 60%. Shikoni sa janë sot. 14%. Vazhdojmë. Dhe ajo e sotmja lidhet me shumë kontrata të pjesshme. Kjo është rritja e pagave. Pagën minimale e kemi pas 157 euro, e kemi 400, do ta bëjmë 500 në fillim në janar të 2026 dhe deri në fund mandatit 4, paga minimale do të jetë minimumi 650 euro. Vazhdojmë. Kjo është rritja e pagave në tërësi dhe kjo është paga mesatare e përgjithshme, pra është mesatarja atyre që punojnë shtet dhe atyre që punojnë privat të marrë bashk. Ka qenë 322 euro, është sot në raportin e fundit 848 euro dhe në mandatin e ardhshëm kjo është paga minimale në sektorin publik, ka qenë 372, është 1.000 sot do të shkoj 1.200 euro.
Ndërkohë që mesatarja tjetër do të shkojë minimalisht 1.000 euro për të gjithë. Këtu jemi te pensionet dhe du të them dy fjalë për pensionet sepse është shumë e rëndësishme që të kuptohemi. Sot ne kemi në Shqipëri dy bloqe pensionistësh. Kemi një blok të pensionistëve që kanë dalë përpara se ne të merrim detyrën dhe kemi një blok të pensionistëve që kanë dalë mbrapa. Dhe shumë prej tyre për të njëjtën punë dhe për të njëjtat vite pune kanë pensione të ndryshme. Sepse ne bëm reformën e pensioneve pikërisht për të mbështetur pensionistët. Ndërkohë që sistemi i kënetës ishte nuk ka pikë rëndësie sa ke punu, sa sigurime ke pagu, maksimumi që mund marrësh është 24.000 lek, më i larti, edhe të tjerët thërrime. Ndërkohë që, ju e dini shumë mirë, u shkatru gjithë baza industriale e vendit dhe dolën njerëzit edhe nga 40 vjeç në pension. Po në fakt, ai sistem pensionesh nuk ishte sistem pensionesh, ishte asistencë. Thjesht gjithve. Ndërkohë që ne futëm konceptin që e ka gjithë bota të sigurimeve. Sa ke kontribuar në sigurimin shoqërore, aq të del pensioni. Dhe për këtë arsye, sot pensionistët që kanë dalë mbas reformës kanë një pension më të lartë se sa pensionistët para reformës. Tani, sigurisht që kjo nuk është e drejtë, por nga ana tjetër është një tjetër plagë e madhe e trashëguar nga koha e rrumpallës. Dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm që duhet të bëjmë çmos që ata që janë përpara reformës të mund të kenë më shumë mbështetje, sidomos ata që janë me pensione shumë të ulta. Dhe prandaj duam që në ndërkohë shikoni se ku ka shku sot. Ky është sot pensioni mesatar i atyre që kanë sigurimet plota dhe që vjen nga mbas reformës. Ndërkohë që ne duam gjithsesi që edhe ata të tjerët të mos i lëm vetëm me bonuset, po të fillojmë hap pas hapi të rrisim pensionin, që të arrijmë në një pension minimal 200 euro, pra që të mos ketë në Shqipëri pensione nën 200 euro. Ndërkohë që pensioni mesatar janë të gjitha mundësit për ta çuar në 400 euro. Vazhdojmë me taksën. Ne kur erdhëm detyrë gjetëm një sistem që të gjithë pagunin 10%. Që nga pastrusja deri tek kryeministri, që nga furra bukës deri ke 15 kaçi në Tiranë, gjithë pagunin 10%. Dhe ishte një 10% që kompleti pa drejt, sepse ata që merrshin më pak, pagushin më shumë. Se 10% i një paget vogël është shumë më shumë se sa 10% i një paget madhe, apo jo. Dhe ne kthym komplet dhe tham, jo, kush fiton më shumë do paguaj më shumë, kush merr më pak do paguaj më pak. Dhe shikoni çfarë solli kjo. 57% e atyre që janë të punësuar në Shqipëri nuk paguajnë taks mbi pagën. Dhe 93% e tyre paguajnë më pak se 10%. Ndërkohë që përpara të gjithë paguajnë 10%. Vazhdojmë. Kjo pëlqen shumë edhe kjo është për ata që janë mërzit ndibër. Kjo është pabarazia gjinore, hendeku midis burrave dhe grave, në indeksin e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Kemi qenë, mos ma hiq, lutem, se duhet ta shohin ata këtë. Kemi qenë në vendin e 83 në botë. Sot jemi në vendin e 23 në botë. Por akoma më e rëndësishme, vazhdo tani, akoma më e rëndësishme është pjesa që vjen. Papunësia e grave ka qenë 16.4%, ka rënë nën 10%. Dhe vazhdojmë.
Dhe akoma më e rëndësishme është pjesëmarrja e grave në forcën e punës. Pra kjo është e grave. Domethënë sa nga totali i grave që janë në gjendje për punë, sa marrin pjesë në forcat e punës, ka qenë 50%, sot ka vajt 70%. Dhe kjo është paga mesatare e grave, që është shumë afër pagës mesatare të burrave. Vazhdojmë. Këtu jemi te investimet e huaja, edhe këtu për herë të parë Shqipëria ka një përqindje të investimeve huaja në prodhimin e përgjithshëm kombëtar më të lartë se sa mesatarja e gjithë rajonit. Vazhdojmë. Këto janë eksportet. Se flitet shumë e thuhet ore që Shqipëria s'prodhon asgjë. Të gjitha janë importe. Në fakt, shikoni eksportet, më pak se 3 miliard në total. Kur morëm detyrën, më shumë se 9 miliard në vitin 2024. Pra 3 herë më shumë eksporte. Vazhdojmë. Këtu jemi te biznesi i vogël dhe kjo ka shumë rëndësi edhe për gjithë qarkun tuaj, se ka shumë biznese të vogla këtu. Shikoni ku ka qenë taksimi i biznesit vogël dhe ja ku është sot 0.00 dhe kështu do të qëndroj deri në 2029, siç jemi zotu që deri në 2029 biznesi i vogël nuk do të paguaj tatim fitimi. Dhe në ndërkohë tek biznesi i vogël janë 2 kategori, ata që e kanë xhiron deri në 100.000 euro në vit, që nuk paguajnë as TVSH dhe këtu kanë përfituar gati 100.000 biznese dhe shikoni shifrën që del nga kjo. Pra, duke ja heq tatimin dhe duke i heq TVSH-n, shteti ka vendosur që çdo vit t'i lejë në xhep familjeve që merren biznes të vogël 66 milion euro, që në një dekadë janë 660 milion euro. Ndërkohë që për bizneset deri në 140.000 euro, ata nuk paguajnë tatim fitimi, por paguajnë TVSH. Dhe shikoni kursimin që i ka bërë shteti atyre, në vend që t'ja u marri, ja u ka lënë familjeve 58 milion euro. Ku këtu në një dekadë janë 580. Bashkë me shifrën më parë janë mbi 1 miliard euro në një dekadë që shteti nuk i ka marrë për vete. Domethënë nuk i ka fut në buxhet për të bërë investime, për të bërë gjëra të tjera, por ja ka lënë qëllimisht familjeve që merren me biznes vogël në mënyrë që t'i ndihmojë që të rriten, të forcohen, të investojnë më shumë dhe praktikisht efekti i gjithë kësaj ka bërë që në përgjithësi ekonomia të përmirësohet. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pagat. Shikojeni pagën e mjekëve kur morëm detyrën. Sot paga e mjekëve mesatarja është 1.670 euro dhe do të shkojë 2.000 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek programet e ndryshme sociale. Kemi bërë shumë programet sociale. Unë nuk do i përmend gjithë, por do përmend 2. Njëri është programi për mbështetjen e fëmijëve me nevoja të veçanta, fëmijët autik, fëmijët e tjerë me aftësi speciale që quhen. Dhe për ta, për nënat e tyre, me buxhetin e 2026 do të bëjmë dyvishimin e masës së mbështetjes financiare, sepse e dim shumë mirë se çfarë do të thotë. Vazhdojmë. Këtu jemi një tjetër program është ky është trefishimi i ndihmës ekonomike. Vazhdojmë. Një tjetër program është programi për këto janë shërbimet sociale të bashkive. Bashkitë nuk kishin asnjë shërbim social. Sot të gjitha bashkitë kanë marrë shërbimet sociale dhe mbështetjen nga qeveria dhe si rezultat janë mira njerëz që asistohen fal bashkive që janë më pranë qytetarëve.
Por kjo është e dyta që doja të thosha, këto janë 9200 nëna, që janë nëna të papuna me 3 ose më shumë fëmijë. Për to, prej vitesh tani ka filluar një mbështetje, shteti paguan rreth 25 milion euro për të paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të tyre, që do të thotë që kur të vjen mosha e pensionit, ato nuk do të mbeten pa pension me që nuk kanë shku do të në punë nga që kishin shumë fëmijë, po do kenë një pension dinjitos. Vazhdojmë. Ky është bonusi i bebes. 227.000 fëmijë kanë marrë bonusin. Ju e dini është 400 euro për fëmijën e parë, 800 për dytin, 1200 për tretin, se sa më shumë aq më lart ngrihet mbështetja. Duke fillu nga viti i ardhshëm do bëjmë një ndryshim tek bonusi i bebes, nuk do të bëjmë më çekun e drejt për drejt një herë, por do të vendosim një shumë çdo muaj për nënat sipas numrit fëmijëve. Pra, po themi për fëmijën e parë, 2 vjet rresht, për shembull, do ta mbështesim me një shumë çdo muaj. Për fëmijën e dytë më shumë vite, për fëmijën e tretë, dhe kemi disa skema, por ajo që është e rëndësishme është që nga janari vitit ardhshëm mbështetja do të jetë e shtrirë në kohë. Vazhdojmë. Këto janë pagat e mësuesve. Edhe pagat e mësuesve kanë marrë një rritje 950 euro është sot mesatarja dhe do të shkojë 1250 euro. Kjo është e rëndësishme sepse edhe koha e ka sjell në vëmendje çështjen e mbrojtjes dhe faktikisht në mandatet tona ne kemi kaluar buxhetin e mbrojtjes nga 28 në 280 milion euro. Do me thënë 10 herë më shumë. Dhe pagën mesatare të ushtarakëve sot e kemi çuar në 1550 euro. Gjetëm ushtrinë më të keq paguar në rajon, sot kemi ushtrinë më të mirë paguar të rajonit, janë dhe 2 vende tjera në NATO në Ballkan, po ushtria paguhet më pak se në Shqipëri, dhe ajo që duam është që në Shqipëri në 2030 ushtria jonë të paguhet në mesataren e vendeve të NATO-s. Dhe kjo po bën që të ketë më shumë vajza dhe djemë të interesuar që të hynë në forcat e armatosura. Këtu tani janë investimet e qarkut Dibër. Dua t'i ndaj me ju për t'ju dhënë pamjen e plot, sepse siç thash, secili nga ju di atë që ka ndodhur në bashkinë e vet. Në këtë rast ju dini çka ka ndodhur këtu në Mat dhe në Klos, por nuk dini pamjen e përgjithshme se nuk ke ku i shef, nuk ke ku i dëgjon. Televizorët kanë punë më të mëdha për të bërë. Duhet merren me gjithë farlloj çudish, po mazallah se japin informacion për ekonominë, për zhvillimin e tjerë. Portalet harroje fare, kështu që këtu jemi tek infrastruktura rrugore. Në fakt, e vërteta është që ka qenë një nga qarqet edhe është shumë çudi e madhe. Dgjoni. Qarku Dibër, qarku Kukës, kanë qenë ndër qarqet më pak të financuara, edhe pse kanë qenë ndër qarqet që ja kanë dhënë më shumë mbështetjen dhe votën Kënetës. Dhe kjo është dhe më e bukura. Një nga bashkitë më të pafinancuara në të gjithë Republikën ka qenë Bashkia e Tropojës. Kjo është më e bukur fare. Hajde gjeje si funksionon logjika e bufit. Tani, këtu jemi tek infrastruktura rrugore. Numri i projekteve, këtu infrastruktura rrugore ka qenë një tmerr. Ju e dini më mirë çfarë do të them unë. Po numri i projekteve të bëra në infrastrukturë rrugore në qarkun Dibër është 242 me 419 milion euro vlerë. Dhe shikoni këtu, të gjitha këto janë rrugë që janë ose rrugë
të asfaltuara ose rrugë të bardha që janë ndërtuar nga Fondi i Zhvillimit dhe në bashkëpunim me Bashkitë, 348 kilometra që deri dje as nuk mezi aksesoshin, sot janë të aksesueshme dhe praktikisht kemi 95% të rrugëve të brendshme që janë të aksesueshme. Patjetër që nuk hyn këtu skura i Burreli që e morën përsipër do ta bëjmë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rigjenerimi urban. Unë e mbaj mend shumë mirë kur kam ardhur në Burrel në fillim fare, isha në opozit, këtu ka pas qenë një kryetar bashkie i PD-s, s'ja maj men emrin, po maj men atë shejtanin e Peshkopis, një Ilir Krosi. Mirë po ishte një tmer, s'kishte. Kur vjen sot këtu është komplet atmosferë tjetër, është qytet. Në atë kohë dukej si një fantazma e një qytetit të dikushëm, sot është qytet. Edhe të gjitha këto projekte të rigjenerimit urban kanë bërë që një energji pozitive të hyjë në të gjitha zonat urbane të qarkut dhe në gjithë Shqipërinë, dhe për këtë janë investuar 16 milionë euro. Këto janë 12 projekte për turizmin dhe mjedisin në qarkun e Diprës. Zero ka qenë mbështetja në të gjitha vitet përpara për turizëm për mjedis këtu. 11 milionë euro janë investuar vetëm për turizëm mjedis në qarkun e Diprës. Këtu jemi në ujësjellës kanalizime, 68 projekte, thuajse 100 milionë euro që praktikisht kanë ndryshuar rrënjësisht situatën e furnizimit me ujë dhe të kanalizimeve. Këtu jemi tek infrastruktura energjetike. 36 projekte, 45 milionë euro mbështetje për të përmirësuar pikërisht shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve. Këtu jemi tek bujqësia, 100 projekte janë mbështet në bujqësi, 27 milionë euro të dhëna në mbështetje të njerëzve që punojnë me bujqësinë. Ky është arsimi dhe sporti, 52 projekte, 17 milionë euro për shkolla, palestra. Këtu jemi tek kultura, e përmendi Agroni, por unë nuk e di se sa vite duhet numërosh mrapsh para se të merrim në detyrën që t'i bësh bashkë 1.7 milionë euro për kulturën në këtë qark. Dhe shëndetësia ka 21 projekte, 9 milionë euro, bashkë me kujdesin social, dhe totali, se tani është halli madh me pa tjerët këtë, se mundet realisht të thonë ore qa bëhet shu, po totali është 643 milionë euro të investuara në qarkun e Diprës. Dhe unë ju them me përgjegjësinë më të madhe, duke pas parasysh që shkollat apo ambulancat këtu të fundit fare janë ndërtuar në fillim viteve 70 dhe pastaj s'ka pas më ndërtime të reja, u them që jo në 23 vite përpara ardhjes tonë detyrë, po shtojni dhe janë 20 vjet të tjera, bojni 45 vjet dhe nuk janë investuar në të gjithë këtë qark 643 milionë euro. E gjitha kjo nuk do të thotë që kemi mbaruar punë, përkundrazi, prandaj na duhet mandati 4 se ka akoma punë për të bërë. Dhe nuk kemi kujt ja lëmë që t'i bëj punën. Dhe unë s'dua t'ju mbaj më shumë dhe zgjathe më shumë, po duhet t'ju them që të gjitha punët do t'i bëjmë, plus që me paketën e maleve do të hapim një horizont të ri për të gjitha ata që duan të investojnë në tokat e veta ose të bashkohen me të tjerë këtu dhe që nuk kanë
nuk kanë hipotekën për shkak se nuk e kanë pranuar 7501 dhe janë te kufit e vjetër. E kemi gjetë zgjidhjen për këtë me paketën e maleve. Është shumë e thjeshtë. Dikush që ka një tokë shkon në bashki edhe thot kjo është toka ime, nuk kam konflikte me fqinjët. Bashkia bën verifikimin, ka apo s'ka konflikte, është apo s'është toka e tij, dhe ndërkohë e shpall 30 ditë pretendimin e X personave që thonë këto janë tokat tona. Mbas 30 ditësh, nëse nuk ka të tjerë që hynë dhe thonë jo se s'është e këtij, është e imja, që normalisht 90% e tokave këtu edhe në gjithë zonën verilindore janë pa konflikte, atëherë bashkia e çon Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak e njeh të drejtën e procesisë edhe të zhvillimit pronës aty, me atë vendim të Këshillit Bashkiak, subjekti bën projektin që është agroturizëm, që është agropërpunim, që është ferm, që është vresht, çfarë do qoftë, pemtari, bën projektin, shkon në Ministrinë e Ekonomisë, merr lejen për projektin, shkon në Ministrinë e Ekonomisë dhe paguan vetëm 1 euro, fillon investimin. Në momentin kur e mbaron investimin, e regjistron në hipotekë si pronën e vet të patundshme. Është fare e thjeshtë. Të gjitha këto do ndodhin, por unë do t'ju lutesha shumë të bëni çmos deri në 11 maj, që të bashkojmë sa më shumë njerëz për diçka më të madhe se kaq, që është mundësia e artë, është fati na e ka sjellë në dorë ne, që jetojmë sot në këtë moment, që Bashkimi Evropian ka hap tani derën për Shqipërinë dhe na ka dhënë 2 vjet kohë, deri në 2027 që ne të mbarojmë negociatat. Ajo derë nuk rihap. Është një shtëpi pasurish që nuk e hap derën sa herë që troket dikush, po e hap kur të 27 ymrend bin dakord që ta hapit dhe e hapin kur kanë interese edhe vet. Jo thjesht kur ke ti interes ose kur je ti gati. Rëndësi ka që ne kemi punuar që ti jemi gati ke pragu. Ata kanë hap derën. Tani 2 vjet duhet të mbyllim mbi 250 faqe negociata. Problemi është që kur shkojmë në Bruksel, ulemi me ta, diskutojmë, duhet bëni këtë vendim, duhet merrni këtë mas, duhet të caktoni këtë standard, duhet kaloni këtë ligj. Okej, themi ne, do t'i bëjmë këto. Tani, mund të ndodhi kjo që të kthehemi ne në Tiranë, edhe të shkojmë në parlament, t'i lutemi Kënetës që hajde tash se duhet ta kalojmë këtë. T'i lutemi Kënetës, e pastaj çfarë t'i themi atyre në Bruksel që shiko se kemi një buf Kënete këtu që papritur pa kujtuar shfaq mes njerëzve, edhe nuk arrim dot të merremi vesh. Apo të shkojmë ke këta se që janë ca që kanë dalë që thonë jemi parti të reja. Janë thjesht formacione që trekan vetëm moshën e kryetarëve. Dhe janë nga i njëjta farë që polli ndjes pas LSI-n. Tani, çana duhen ne këta? Këto fara që pa dalë akoma, që pa u hap akoma veza, thonë nëse ne do ta kemi në dorë, nëse populli do na japi ne ta kemi në dorë, ne do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. E keni dëgjuar këto? Ne do shkojmë në zgjedhjet para, domethënë çfarë halli kemi ne dhe çfarë fati kemi në dorë, fatin evropian të Shqipërisë, që t'i mbyllim të gjitha proceset deri në 2027. Tani nga janë kemi një Kënet dhe një buf Kënete që shkon mblidhet atje. Një njeri i lodhur i raskapitur që harron kryefjalën që ka vënë dhe pastaj del me kallëzues me një temë tjetër, me gjithë liderët atje të Partive Popullore dhe që nuk lë gjë pa thënë për vendin e vet, sikur vjen nga një diktaturë afrikane. Dhe këta të tjerët, po si mund t'i ngelet këtyre lloj forcave një gjë sado e vogël në dorë, kur këtu
duhet ta marrë ky popull në dorë çështjen e negociatave, që ne të mbyllim negociatat dhe shqiptarët marrin pasaportën europiane dhe të përmbushet profecia e Gjergj Kastriotit kur vuri barikadën atje dhe na e përcaktoi në fatit profeti i historisë son. Fati ynë është në perëndim, jo në lindje. Pastaj rilindasit na e shkrujtën amanetit, dielli për ne lind nga perëndon, pastaj doli populli në rrugë dhe pa i thënë njeri gjë e nxori atë shprehjen e dum Shqipërinë si gjithë Europa. Tani na ka ardhur në dorë që të bëjmë këtë kapërcim epokal, që është nga Milet, se tamam si Milet na kanë trajtu, i dorës dytë, edhe pse jemi nga popujt më të vjetër në mes të Europës, të bëhemi qytetar të barabartë me të gjithë ata që banojnë në Europë. Dhe kjo do të thotë shumë gjëra, dhe unë nuk du t'ju ta zgjas se thash 3 herë dhe prapë po zgjatem, se është shumë e bukur pamja, por ju lutem shumë, bëni çmos që në 11 maj të derdhen të gjithë në votime dhe insistoj të them që gratë dhe vajzat duhet bëjnë çmos me gratë dhe vajzat e të gjitha llojeve të bindjeve, sepse unë kam shumë besim që gratë e kapin tamam këtë punë. Dhe po, gratë e kapin këtë punë. Keni pa ju në i gru që lut domino? Kot, për kuriositet. E pa? Ha? A keni pa në i gru që lut domino? Ha? Se diku këtu afër kam lut dhe unë domino. Tu. Diku aty janë ca tavolina luhet domino. Tashi, s'kam gjë kundër dominos unë, po nuk mund të luajmë në domino fatin e Shqipërisë në 11 maj. Duhet të bëhemi sa më shumë. Shumë faleminderit, shumë respekte. Më vjen shumë mirë edhe për një gjë tjetër, se këtë e kam hakmarrje personale kur thosha do vit dita që Dibra do bëhet jastëku i gjelbër i Tiranës dhe Dibra do hapet si horizont turistik, Dibranët më shifshin me atë, e keni parasysh, me atë formën e vet, edhe më hullshin ato batutat që kush e di sa do më kenë tallë, po unë edhe aq pak sa kuptoja që tallesh me mua. Sot kjo është shumë e qartë. Dhe prandaj unë them, kush jeton në këtë zonë 5 vjet koka. 5 vjet koka, ma besoni këto që 5 vjet koka që t'i bëj uzmet pronave dhe vlerave që janë këtu. Momenti që ne hymë Bashkimin Evropian, të gjitha do dyfishohen e do trefishohen, e do vit dita që do shkoj kafja këtu nuk e di se sa euro. Prandaj 5 vjet janë përpara për të gjithë emigrantët e për të gjithë ata që janë këtu, që të bëjmë planet, edhe pastaj do shikoni se si gjenerata tjetër do t'jetoj në një vend që do t'jetë njësoj si t'ishte Zvicra e Shqipërisë. Faleminderit.